Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Albikej TV, mirë se keni ardhur në Personazh në këtë të shtunë të fundit të muajit nëntor. E hapi emisionin, e startojmë këtë emision të veçantë për natën e sotme, pikërisht me urimin gëzuar festat e 28 dhe 29 nëntorit. Nuk e di nëse duhet ta themi dhe 29-ën apo të themi vetëm 28-ën apo jo, nuk ka rëndësi fare, sepse në Shqipëri të dyja festohen, të dyja data, kështu që edhe ne në respekt të vendimarrjes në qeverinë shqiptare, do e themi ashtu dhe do e festojmë ashtu, si gjithë edhe ne. Pastaj, për ta cilësuar nëse është drejt apo jo, do marrim edhe opinionin e të ftuarit për natën e sotme. Është një sipërmarrës, por jo vetëm. Është një person shumë interesant i përzgjedhur pikërisht për natën e sotme, e prezantojmë pa humbur kohë Paul Hila, sipërmarrës, por jo vetëm, ashtu siç e thash, na përshëndet në këto momente nga Banka e Zvicrës. O Paulo, po pse pikërisht në Zvicër? Po fix, më keni zënë tamam bon Zvicër sa ishte të kaluaj 2 miliarda euro, pak do llogarit me buxhet pa sollit. Ashtu të, hajde zotit i shtoft. Paulo, do të kemi, ashtu si që kemi përgatitur pak a shumë, ashtu si që ta kemi prezentuar edhe skaletin e emisionit, do mundohemi të përmbahem një skaletit bazë, por duke qenë se ti ke shumë dëshira dhe ke shumë pasion, ashtu ke përzgjedhur edhe rrjetet e tua sociale, që t'japësh disa mesazhe për tematikat ndryshme. Kështu që në përshtatshmëri me emisionin, por edhe me dëshirën tënde, kemi formuar diçka të bukur për sonte, që unë i ftoj gjithë teleshikuesit që të na ndjekin deri në fund. Pa humbur kohë, fillojmë me slajdin e parë. Është ky në këto momente. Shikoje dhe e diskutojmë së bashku. Paul Hila. Si e komentojmë Paulën? Si e përshkruan veten? Çfarë do na thuash rreth vetes tënde? Me vlera tradicionale shqiptare. Jam dikush më quhen old-timer, për shembull më quhen dikush ose më quhen si prapametën ose dikush më quhen si kos qepes. Unë e marr si diçka, si më çaj logjikshëm, ato them, se sot tash njerëzit po marrin mod, po thonë marrin shpreh në 2025, në 2025, në 2025, s'po bi shumë dakord me këtë sajnë, e kuptoj. Edhe preferoj, e përshkruaj vetëm shkullë shqip, njëri tradicional, shqiptar, familjar, që fokusohet jo në imagjinata, as në propaganda amerikane që vim Shqipëri. Pablo, do na tregosh diçka nga prejardhja jote familjare, pra ti je nga qyteti malor i, na trego pak diçka të përgjithshme. Unë jam mirëditor. Okej. Jam nga Zimaj i Lezhës, Zimaj, Kalivaç Lezhë. Domethënë është një fshat e humbur, kam lind atje, kam ikë 10 vjeç, kam dal nga Zimajt, mbrapa kam shku në Lezhë, pastaj kena emigru shtete ndryshme. Kam emigru Greqi, mas Greqie kam qenë në Itali, nga Italia në Angli, në Zvicër, në Gjermani, kanë jam në sjell, kanë. Tash i kam mirë, Paolo. Tani, të gjitha këto vende i shëtite nga pak e nga pak. E preki dhe Anglin disa muaj. Tani, a do na tregosh cili prej këtyre vendeve që sapo përmende të pëlqej, se për t'jetuar i ke përzgjedhur, po që të pëlqej sa do pak. Si do na i përshkruash këto vende që sapo përmende? Po, me pëlqy tashi, qa ka me pëlqy, faktikisht shumë du dikun me ku fitoj pare, a këpëtër, këto e kam fokusin për këto. Si e, pa më tani me pëlqy, them këtu se po jam i lumtur këtu në Zvicër, nuk është se kam nej farë lumturi, e interesë se arsisë më zërim në Zvicër është për lekun, a këpëtër. Edhe faktikisht kjo lumturia për meshkull nuk vlen, a këpëtër, nuk kam qa me thanë Anglia për shembull, e them shembull në Angli. Në Anglia është ndalim të Anglia jon, ha. Po, me qenë se ja kam provu vetë, kam vetë me fakte, kjo Anglia që përshkruaj njerëzit ne për videoklipe, ne për sene, ne për këto. Anglia ka qenë mirë dikur, kur ishte paundi. Bravo, 2-3 dekada më parë. Po, kur shtëpiat në Shqipëri kushtonin nga 20.000 euro, 25.000 euro, 30.000 euro për vit ndikare, atëherë kishte vlerë. Çfarë ballet tash? Emigrantët e Anglisë banin diferencë madhe me emigrantin e Italisë të Greqisë. Se bante kontrast, se më shiftikoj vilën që bante ai,
e Anglisë ishte krejt ndryshe nga ki i Greqisë ose ki i Italisë. Edhe thoshin e morën Anglisë si diçka, wow, sikur aty i gjenë orën tu. Por ama, tu është një gabim për shembull, tu është një gabim që njerëzit vetë shesin ata, thonë, atë kushrimin që ja kam në Shqipëri, i del më kohë për ky, gjithmonë, edhe i kërkon në Angli, e morin edhe makinë me leasing, paguajnë edhe leasing atje dhe i shesin me këtij shkajtë që në Shqipëri të rilop, ose të rilop, edhe ja mushin me i bërgjë, për mi hip kamioj për Deri në fyt. Deri në fyt, po. Po. Edhe qa shkon në Angli, ai qa gjen kozme në bota sikur të shtëpia vet. Anglia nuk është më, unë kam provu vetë Angli. Nuk jem di fal gjallë me fok, nuk është se më thënë dikush. E kuptoj. Nuk janë realist njerëzit të marrë njerëz në qafë kot. Anglia se njeriu ç'a tregon vetëm gjasma anën, fasadën, nuk tregon ç'a të vujt. Ai kusheni që ka në Angli, rreth të rrugë shiko ç'a makinë, shiko ç'a bajon, që ka ne këtena, jetën e luksit. Edhe ai në Shqipëri i hip gjelozia, nuk i tregon vujtin që të bën. Ai shkreti po, në kuptohet që se nuk tregohet ajo. Janë prapa skena ato gjitha. Është fake people, njerëz pa lidhje rrajt. Thuja trosh, do punosh okay, sikur po në Shqipëri do punosh këtu. Thuja trosh. Pse në Shqipëri nuk do paguash, Paulo, në Shqipëri nuk do paguash qira, këtu do paguash minimumi 1.500 pound në muaj qiraja, ndër më të lirat për një familje normale, llogaritë me ujë, me drita, me taksë bashkie shkon 2.500 e kusur, kështu që nuk i thohen këto gjëra asnjë. Jo, asnjëherë, nuk të kënë, vetëm e ke parasysh, ne shqiptarët ne kena pak a shumë, sa na bjecova në fund barkën ne shqiptarët, na kena zakon tash me dal me shqiptar. E kemi pak kështu si smundje si thuate, e kemi kështu si zakon kështu si. Fat keq na jena na këta. Bie bëj fut barkën deli shet por fugarajt. E shkëti. Zet na rui çar njerëz. Mi shet por dhe kuj fugarazë tjetër. Po na deri 30 ton me lop në shpikën atë. Absolutisht. Të gjithë pa buksa kemi qenë. Të bilbilat e dolën këtena. E po na dolen disa, na dolen Paulo. Na dolen. Paulo, pse pikërisht zgjodhe? Janë këto patriota që gjasma tani ditë e flamurit, do shikosh ti në flamurat në përbencët e ti në qikë me lizin. Ashtu është e vërtet. Të dalin të ura anglisët i të ora. Tje sa dalin në tjetër. Janë po këto patriota që gjasma shinin si patriota, nëse kur vim Shqipëri, nëse e shofin i korrupsion para syve tino, nuk e reagojnë. Janë po këto fake patriots. Këto janë. Këto bilbila që gjasma dalin një të pa patriotizm. Thjesht du mirë përshtat ati show, e ka me thënë se në shqiptar, qa mod patriot? Patriot, pse kështu është patriotizmi? Kështu është patriotizmi? Me dalë me no flamurim shpjegën për ditë këtë? Si gëmar? Pse kështu është patriotizmi? Në mënyrë celebrimit, Paulo, ti feston në Zvicër, pikërisht për festat e nëntorit, a festohet, a bëri diçka e bukur në Zvicër? Po dalin këtu shqiptarët, dalin këtu shqiptarët të po, më duket se dalin në një mënyrë më tjetër, më ndryshe nga shqiptarët këtu në Londër, apo jam gabim, më ndihmo pak të lutem. Po që organizojnë festa, për shembull, thirrin këngëtarë, zëteze, në këto nuk është si i frekuentoj, them drejtën, nuk shkoj për të sane. Unë jam me krenor si jam shqiptar, po krenarin e tregoj, edhe patriotizm të me tregoj, duke dhënë shembull për rinin. Duke dhënë shembull mirë për rinin, për vojzat të reja, për djemt të ri, i mësoj mirë sikur duhet, këtu tregoj patriotizm, nuk tregoj patriotizm të bërtit si gomore aty, sepse lu Shqipëria me Serbinë. Paulo, të lutem. Serbi, e kupton, nuk është këtu po atë mos na thuaj, se është pak e madhe, shumë ajo është e rëndë. Po pra, s'po e përmend. Het lutem. E di që arreshtohet nëna e motra, gjitha me rrallë, kështu që po e lëm aty. Të lutem, Paulo, pse përzgjodhe Zvicrën? Edhe jo këto shtetet e tjera? Çfarë kishte Zvicra, diçka më të bukur, më të mirë, më fitimprur, se nuk e di që ti e përzgjodhe në gjitha ato shtete? Zvicra është si një mal i lartë. Është një mal më i lartë sa kretë shtetet tjera. Është një mal i lartë. Sa ma nalë ngjitesh, është pa bukur pamja. Po derisa ngjitesh, është shumë e vështirë me ka veten. E kupton? Se këtu të mysin taksat nuk është kollaj fare, sidomos kur je biznesmen, të mysin. Është shumë vështirë me deportuar në sistem derisa të kapësh veten. Po që se arrin edhe e kap veten në Zvicër, ja ke vjetës. Po derisa ta kapësh veten, do bish strese, do të fokusohesh shumë vite me biznes derisa të formosh diçka. Do me thënë, është një mal i lartë. Sa ma nalë gjitesh, është ma tepër lodhësh, po është ma bukur është pomja.
Paul, ti ke shumë vite që jeton në Zvicër? Kam 7 vjetë kam. Kam ikë Okej. sa kam ikë për Anglijës, kam marrë direkt këtu. Ti je pozicionuar shumë mirë, ti ke edhe biznesin tënd, ke edhe familjen tënde, ke edhe punojës që punojnë për ty, kështu që na trego pak si je pozicionuar, sa shpejt e ke marrë veten, sa shpejt u integrove, sa shpejt e hape biznesin. Të lutem na jep ndonjë kështu, ndonjë informacion të përgjithshëm. Unë këtu ka pas biznese jo vetëm që ka bëj me çështjen e estetikës. Unë këtu kam pas edhe 3 restorante, kam pas edhe biznese të tjera online, kam nisë produkte që kam përzit nga interneti, kam pas online shop e këto sajne. Pse i ke mbyllur gjitha këto, Paulo? I kam shit. Pse i ke shitur? Edhe arsyeja se pse i kam shit, do të thënë që më ka dhënë iniciativën që ti e qafet, ka qenë se çështja punëtorëve. Po pse i hoqë i qafe? Çështja punëtorëve. Okej. Punëtorët është shumë e vështirë me gjetë punëtorë këtu edhe me stabilizu. Këtu është ekstrem, se edhe kushtojnë shtrejt, edhe punë shumë me stres, ne këtina, këtu në Zvicër, sigur kam fitu portë që ashtu i kam hupë. Absolutisht, shumë e vërtet. Se këtu është... Dhe konkretisht ti je si përmarrës i një aktiviteti shumë interesant. Çka lidhje ka bukuria, make-up artiste, gjitha këto, çka lidhje kanë me Paulon? Leku. Çfarë ka lidhje tjetër? Po s'polej për çfarë tjetër, për parë. Mjep mu ti, mjep ka punu dhe m'skela, mjep mu 1.000 euro ti, mjep mu parë që vënd mu i t'ja vlej, baj gjëlloj punë, që lidhje ka. Unë me kap s'vaj vetë, si mos t'i katrojmë sajnë. Mos t'i katrojmë sajnë, me kap s'vaj vetë. Kanë ato gryja uj këto, që i bajnë make-upet e këto lyre flokë, shumë mirëm, kam do klientat specifik, si kam do klientat për zjedhën, baj atyre jo rëgullej flokë, të mjekrën edhe kash. Po gjitha këto, sepse ti janë disa persona që ti, sepse ti është biznesi yt, edhe ato gjitha ato punojnë për ty. Por, krahas biznesit, ti ke edhe biznesin online, pra edhe rrjetet sociale, po saqërisht TikTok-un ti ke shumë fuqishëm, pra je shumë i përfshirë. Tani na trego pak si e menaxhon familjen, biznesin, rrjetet sociale, të gjitha këto stafin e tjerë e tjerë. Puna është se menja ime, unë të thëmë diçka tjetër, këtu në Zvicër ka marrë me flok edhe më duket se viki për Zvicër s'pa flok. Menja ime është 24 orë aktive. Nëse e gjej një hapësirë unë si njëri, nuk e shfrytëzoj kot që 3 kot t'ja bëj kështu. Bravo, bravo. Gjithmonë e shfrytëzoj ose me mësu diçka të re, ose me bë një video për me i dhënë një mesazh dikujt. Domethënë nuk do gjeni kur unë shfrytëzoj kohën kot. Bravo. Kur? Ose do lexoj diçka të re, ose do lexoj një kuriozitet, ose do mësoj si funksionon kjo, si funksionon ajo. Domethënë do jem gjithçka aktiv. Unë me si pres nga jesë të zera... Pardon? Më fal, Paulo, pse ke përgjedhur pikërisht rrjetet sociale, e ke përgjedhur një ide shumë interesante. Si e përzgjodhe? Pse pikërisht që nëpërmjet rrjeteve sociale ti prezanton shumë çka, ti jep shumë mesazhe, jep shumë, nuk e di, shumë edhe këshilla, nëse mund ta themi kështu. Pse e ke përgjedhur këtë mënyrë në këtë drejtim? Ku e gjenë informacionin që t'i japësh përgjigje gjitha atyre gjërave, sepse duhet një background i madh. Po sepse unë nuk po them gjëra alienë, unë po them gjëra njerëzore. Arsye se pse njerëzit i bëjnë përshtypje, është se njerëzit vetë automatikisht kanë dalë nga rruga e sistemit e tradicional shqiptar. Çfarë do thënë? Do thënë gjëra alienë, do thënë gjëra si me qurra raketa më hon? Jo, raketat nuk do i qojmë ne, se i qot dikush tjetër. Po pra, unë po them gjëra njerëzore. A kupton, nëse një qift, nëse një burrë legrun e vet me dal natën klap, ajo është dështak për mua. Çfarë po këtu me ditë me studiu, çfarë do të me studiu këtë sa? Jo. Mirë, kalojmë tek slajdi i radhës. Paulo, do kalojmë tek slajdi i radhës edhe do diskutojmë disa gjëra të bukura. Kur arrihet lumturia, apo Paulo Hila mendon që lumturia nuk ekziston? Apo ka vetëm copëza lumturie, si pas mendimit tënd, pozicionojë një herë mirë, edhe na trega. Po. Tashi, këtu është një pyetje se do t'jap një mesazh shumë bukur. Bravo të qoftë. Faleminderit. Tani lumturia, sigur mendojnë shumë njerëzit,
ekziston lumturia dhe dopamina. Në dy sene. Që e ngatrojnë njerëzit me lumturi dhe dopamin. Tani lumturia gjinet nëpërmjet sakrificës, stresit, synymeve. Kur ti arrin një qëllim, që ki për shembull dhe do më rrugë vonë në sane, për shembull, ose do më dhanë në pension, ose do më blej makinë bobstam. E vën si qëllim. Ta. Edhe vendos ti arrin atë qëllim. Kur ti arrin atë qëllim, atëherë ti ajo automatikisht kthehet në lumturi marrë, ajo është lumturi. Tani njerëzit sot morën lumturi të dol me natën. Se unë po dalë si jam I lumtur, më qenë I lirë, në natën klubeve sajnë e pinë alkool, pak ditën tjetër janë cof, janë vdekur. Edhe ben. Lumturia gjenet gjithmonë gjenet nëpërmes sakrificës, disiplinës, së rregullit, nëpërmes aty në sen aty gjenet lumturinë. Se nuk ka lumturi tjetër. Edhe një rën më e madhe që na shtan këtë jetë, është si supozohet, jeta është për me qenë I lumtur. Kjo është rën. Jeta është sfidë. Jeta nuk jeta nuk supozohet me qenë I lumtur. Jeta kalon është me kalu nivelet. Hopa. Është një shprehje që thotë, o Zot, pa halle mos me le, por halle mbi halle mos me vet. Jeta nuk është për me qenë I lumtur, është për me kalu sfida. Lumturia gjenet dhe përzime nga disiplina, nga rregulli, aty e gjen lumturinë që të jep ata forcë. Domethënë duhet të çan diçka, për me qenë I lumtur, duhet me vend qëllime. Kur të arrish qëllimet je I lumtur. Bravo. Aty e gjen lumturinë. Faleminderit. Faleminderit I dashur. Kalojmë tek slajdi tjetër, I cili na ka rezervuar diçka ndryshe. Cilat janë prioritetet e tua? Pra, familja, ti je bashkëshort, ti je baba, na trego pak. Edhe këtu do të jap mesazh shumë bukur pra. Po prit një sekond para mesazhit, na trego pak I dashur. Sa fëmijë ke të lutem? Un kam me 3 fëmijë. Ti kesh me jetë me shëndet? Faleminderit. Jam 10 vite I martuar. Bravo. E përshëndesim shumë familjen tënde. Faleminderit. Nuk jam vetëm I martuar, po jam edhe I lumtur. Bravo. Kjo është edhe më interesante. Ti je I martuar, me shtrishi ti je lumtur. Bravo. Këtu janë martuar ton, pa janë lumtur. Pyetje e madhe ajo. Do dhe një përgjigje shumë të madhe dhe shumë të fortë. Se shumë pyesim njerëzit ai I lumtur, do të më pyet se gratë, zakonisht gratë. Do të më pyet pak burrat, më shku te burrat e shtëpia vet, edhe më pyet burrin, ai I lumtur me mua burr, me martesën tonë. Bani herë të pyetje tash, shkojmë çfarë do të burri. Shpirti që duhet më bë. Se bankosh, se vetëm gratë pyeten ai I lumtur ti, po burrë, do të pyet ai I lumtur. Ja, burri, ja, do e pyesim një herë tjetër. Aha, po, mirë. Çfarë bëjmë Paulo? Të lutem më ndihmo pak me prioritetet e tua I dashur. Prioriteti numër 1 është që është familja. Familja dhe duke bë prioritet familjen, është unë më sakrifiku, me më fokusu me qëllimet e mia që kam. Të janë prioritetet e mia, se zgjohem mëngjes, kam ve prioritetet kryesore, që është me armë punë, me moj punë në rregull, me çu punë sa më tepër. Bravo. Me orë mirë, me pas trup shëndetshëm të fortë, me shumë fitness, edhe me shpenzu kohë me familje. Unë jam shumë boring, unë bëj shumë boring life. Nuk jam për tonë, me jeta jeme shumë boring. Unë kam thjesht prioritete janë shumë thjeshta. S'ka kam shumë prioritet, as vej prioritet për me dalë me shok, as sen. Thjesht marrë punën, nga puna shkojmë fitness, nga fitnessi shkojmë shtëpi, për ushqimi gati, rregulli, gjithë lumtur. Të gjithë të disiplinuar. Tani nuk është se po prezantoj veten se kur jam unë në kupton street, edhe unë të tham gjana se shkojnë me vërtet kundër dëshirës time, ama I baj do sene, domethënë gjana, I baj, edhe pse s'kam dëshirë mi bë, a kupton? Se nuk është se prit nus jam u këtu el kapitan, nuk nusem prap me zëra. Jo, s'bëhet fjala ashtu fare. Nus jam prap me dura, por është I lumtur kretë familje kur vjen mrena vetë çohen vojzat, bide mi vjen kretë me përçafu. Bravo. Sepse I ka marrë për tu. Edhe nus. Fantastike. Fantastike. Paul Hila, a mendon ti që prioritet bëhet, krijohet
Si mendon ti që si prioritet, pra ne I kemi kështu prioritet, pra prioritetet e tua sa po I the. Po këto prioritete krijohen, dhurohen, vinë të gatshme, duhet të fuqizohemi shumë për të arritur në prioritetet tona apo çfarë? Ti konkretisht. Kur lind njeriu, lind si e gota ujë që është bosh. S'ka ujë mrena. Tani, kur njeriu shkon në shkollë, I thot mësuesja një mesazh mushi dhe I gota ujë. I thot doja një mesazh mushi dhe I gota ujë. I thot nana vet një mesazh mushi dhe I gota ujë. I thot vllai I tij, njerëz që më të mëdhenj. Tani arrijmë në farfaze, shkon 18 vjeç që kjo gota ujë është mush plot, po është mush me mendimet e tjerëve. Tani duhet më derdh kjo ujë që është mush, tak me çan prap bosh 18 vjeç. Edhe me fillu me kap sakrificën dhe me mush ti me sakrificën tuja, me gjërat e tuja, këtë gotë me ujë. Që kur të mush kjo gota ujë, ti është formuti. Prioriteti krijohet nga sakrifica. Se kuptohet orientimi, ç'a është jeta funi, ç'a është jeta? Ç'a ka më të bukur jetë se me bë fëmijë? Ç'a ka jetë më të bukur se me bë fëmijë me rrit fëmijë? Ç'a ka më interesant thuj, me ble makinë shtrajt, me ble një orë shtrajt, ç'a? Qa është më interesante, pak ta kuptojmë sa me kriju fëmijë me ndërtu familje. Qa po më interesante, me dalë me zanë feme a natën? Qa është interesante, së me kuptojmë, në që eto, këto sene thamë unë ju duke një gjëra e lirë, që dhët, qa du të me studiu unë këtu për me thamë të sene? Je shumë praktik, Paulo. Mua më pëlqen mënyra se si ti komunikon me rrjetet sociale, mënyra se si po prezantohesh tani, mua më pëlqen prakticiteti yt. Edhe unë të falenderoj edhe për thjeshtësinë tënde, për sinqeritetin, duke kaluar në këto momente tek një slajd tjetër I përgatitur, e cila na përmban diçka interesante për ty. Pse nuk është Big Brother për ty? Ke deklaruar diku që unë e kam marrë vesh, që nuk është Big Brother për mua. Pse nuk është Big Brother për Pol Hila? Hajde na tregote. Po I fus depresion unë të shkret. Nuk vej me mu. I fus depresion. Filloj ato të qenull, për nëhën të zoti se më kanë fut mu mrena, se pasaj po futa mrena si e më rimonga se s'mund të mo jo, se do populli. Edhe den, se nuk fuzin mu Big Brother, faktikisht... A je sigur që Big Brother nuk është për ty? Shiko pak. Shiko pak se tani dhe jetë edhe hipokritën e se flasë, mu nuk është se më kanë ftu, edhe s'kam shku, kuptat. Po edhe me më ftu, e zem shemull jam ftuj, po se ka mua në të famë, se nuk jam aje VIP, nuk ka si Jo, nuk ka lidhje VIP. Thjesht se, pra, dikush ka pyetur, dhe nga pyetja që është bërë, ti me sinqeritet je përgjigjur që Big Brother nuk është për mua. Tani, unë, nga informacionet e shpejta e kam marrë, pse nuk është për ty? A do t'ishe edhe ti një fitues I deklaruar që në fillim që do I bëje zborë, nëse mund ta themi kështu, gjithë lojtarëve tjerë si? Mentaliteti jem është totalisht bën kontrast me njerëzit që duhen që ofrojnë atje. A kupton? Se të unë, mentaliteti jem, sigur kam thënë në video, do kuptohet se kush është fituesi, do jem unë fituesi. Jo sepse unë jam më I bukuri ose janë tina, po sepse është ba kontrast se koha losht, ta dini ju si shqiptor, është një vetëmi nacionalitet në Balkan, si janë halo me kom tëuk. Dhe më thënë që e kanë ata ndërgjegjen halo aktive, shumica për njerëzve, edhe kuptojnë njeriu tradicional e duan njeriu tradicional. Si frema si meshkuj, ka akoma. Edhe kur fulin njeriu tradicional, po, kur fulin njeriu tradicional, shtonon me ato lesbikët e gay që janë atje. Shtonon, në kupton se unë do I them në vërtetën. Edhe njerëzit do mbështesin vërtetën. Çfarë do I thuash ti? Të lutem më ndihmoj dashur. Çfarë do I thuash ti zemër? Çfarë do I thuash? Një transgjinori, një lesbike apo një gay, çfarë do I thuash? Se ti je tradicional, okay. Secili ka jetën e vet, okay. Tani ti çfarë do I thuash? Ti konkretisht. Do I them bilbilit, çka ke në xhep, do I them, a ke orra apo ke fush? Okej, nëse ke orra në xhep, atëherë je mashkull. S'kena qa me diskutu këtu, do bëjmë lera fjallë shkët. Do ti mu ba, do ti me marrë një mollë, e ta lymë në atë mollën, e ta këthejmë portokall, edhe të vendosin tonë, i thënë kësoj mollës portokall, ti thëmë kësoj mollës portokall, okej, po vendosin tonë.
Okej, edhe unë me ju po vendosim i thanë mollës portokall. Po ajo molla kur pritet, ajo molla, do të thonë portokalli kur pritet, të gjithë mund të zëre lan mollë. Se ti mund ta marrësh për shembull mollën, e kthen, e lyn, e strukton, edhe nga mollë thu portokall. Okej, vendosim tonë kësaj mollë mi thanë portokall. Po mirë, çfarë të prish punë ti, Paolo? Secili ka jetën e vet, ne do respektojmë jetën e gjithë secilit, vendimarrjen e gjithë secilit. Qa lidhe keti me ta? Qa lidhe keti me të tilla gjëra që ti ndihesh tradicional, dikush tjetër nuk ndihet, dikush tjetër nuk është. Tash si na trego, fjala për ty. Nëse dëni me e ditë, se kush është armiku kryesor i shoqërisë tonë, është ai person, në qoftë ose femër ose mashkull, se e shef diçka të vërtet, edhe thot për mua s'është problem. Nëse të me dish kush është armiku kryesor, është ai person që ban gjas mas s'është problem. Se ai person, edhe atë person që më nëna shu, ato edhe rrisin njerëz familje të qit, djep fëmijë të qit. Okej. Ky është mendimi, kshu e trajton ti. Po, se ato rrisin fëmijë të qit, sa do tash? Okej. Unë s'to kisha probleme, nuk më intereson fort se ban tjetër me përpranisë e ti që ban në shtëpi. Tani këto që janë gay edhe transgjinor vendosin një farë jete me bon që jeta atyre nuk përdhon fëmijë. Apo jo? Burrë me burrë s'ma fëmijë, femra s'ma fëmijë. Tani këto po tani është miratuar edhe ligji në Shqipëri, dashur, mos harro. Duhet ta kemi kujdes edhe ligjin. Në minut pak, se s'ta intereson për ligji është miratu për se ja ka imponu Europa, për një gjoba minut. Okej, mirë. Tani të lutem, kur vjen puna të transgender, okej, kur ti vendos me bo një jetë, që s'përdhon fëmijë. Tani, imagjino ta këtino, për me funksionu me vazhdu, duhet që këto të mirët me fëmijët e mi. Ku dhe i marrin fëmijët të me vazhdu budallikun e tino? Okej, një sekundi dashur, po pse ti shkon aq gjatë në një analizë kaq të madhe, kaq të detajuar? Thjesht ti, nëse je pjesë e Big Brotherin në të ardhmen tani nuk i dihet asnjëherë, si në Big Brother VIP Shqipëri apo Kosova, ti ke aty lojën për ty. Nuk është se do shkoj të kapun në lesbikët e gay. Jo, po ti ke lojën tënde, çfarë ke punë me të tjerët ti? Pse nuk është Big Brother për ty nuk ma the, konkretisht? Nuk është se do më hanë, po thjesht, ja shikoj vetë në Big Brother edhe Kosovës që kanë po, kanë fut njerëz tillë, okej, nuk do më gjiku, se këto kanë nevojë për lutje, kanë nevojë për lutje këto njerëz, nuk është se do më gjiku, as do të thasë unë jam më i mirë se to. Apo kanë as më vjen por. Po patjetër, nuk kemi askush që gjykojmë askënd. Po, as nuk ka se unë po i dola të para atin ose po futam Big Brother i kam gjithë, do bëj muhabet me to. Unë do bëj muhabet me to, po unë kam një zakon një vest keq, unë gjithmonë them vërtetën. Dhe ti mendon që e vërteta jote do vras diku? Do qaloj diku? Po, kjo është vesti e më i poshtër që kam. Vest poshtër ke, Paulo, të kam thënë gjithmonë, ti ke një vest shumë të poshtër. Problem shumë i madh, Paulo, ky vest yt. Edhe këtu, ky vesti jam i keq, këtu i bën njerëzit me qatë, që më bëhen. Shumë problem është. Do ndrosh ndonjëherë për të hyrë Big Brother? Se do më ndryshu vetën në vertikal. Nuk është se kam diçka, unë respektoj edhe gay, nuk është se kam takuar edhe gay, kam takuar edhe lesbikë. Patjetër, pa diskutim. Nuk është se një vos zot na rujt, mbi lesbikës me si më ngjit dorë minimu. Nuk kam unë diçka. Një vest e kam për me thënë vërtetën, edhe vërteta i lëndon njerëz, tash s'kam çfarë. Po e vërteta jote është e hidhur, o Paula, e vërteta jote është vrastare, nuk kam çka të bëj tani. Të lutem, Paulo, të lutem, ndalemi tek slajdi i radhës, jetojmë në një sistem modern, apo romako, greko, tani na trego pak atë sistemin modern, sipas teje, si mund ta komentojmë sistemin modern, nëse mund të thuhet i tillë, që jetojmë në kohët e sotme, apo sistemi ynë është i lidhur me një sistem, me një farë paralelizmi të disa dekadave, ose të disa shekujve, ose të disa mijë vjeçarëve. Tani na trego pak. Sipas teje. Kjo është sistemi që po vujnë njerëzit sot, Po, na thuaj të lutem. Një sistem i shumë i vjetër i lashtë, njerëzit se kuptojnë. Në kohën e Romëve, njerëzit, ai Cezari thoshte
i jepni thot show njerëzve, i jepni të pinë dhe se reklamojnë, nuk kanë shumë bla bla bla. S'ka problem se vriten e coptohen ata, nuk ka problem fare. Edhe argëtim jepni, tani që në në gladiator, në Koloseum, jepni gladiator, vrishin kisha edhe njerëz pa ndjenja se knaqeshin se vrishin gladiator, shikojnë show-ën e këtena. Edhe formohesh se kush është gladiatori më i fortë që dilte që kishin kurioze që të morreshin aktiv. Edhe kishin ta marrë me pikë, kishin edhe stankoheshin, nuk rebeloheshin. E njëta gjë dhe sot në kohën moderne kanë fushat e futbolli, UEFA Champions League, kanë fushat mëdhona që luajnë lojtar. Nuk vritet. Kanë rrjete sociale, mënyra të ndryshme. Po, kanë Big Brotherat, kanë emisione të ndryshme. Big Brotherat. E marrë me pikan, domethënë i hedhin mjegull këtyre njerëzve dhe ujku mjegull sulman, kupton? Kështu që japin hapësirë Okej. politikanëve edhe shtetit edhe çdo gjë për me funksionu korrupsioni i lirshëm. Është e projektuar me kësaj që sot. Nuk ka se është çudi, kupton? Kjo është e projektuar. E kupton edhe çdo kush ankohet se po bëhet pa drejtësi. Dalë vritet një këtu, dalin një herë, bëjnë lajmin, ndihen gjë harrot se ka vdek. Kupton? Sa veta kanë vdek? Sa veta në rrallë. Kjo është sistem që i japin show, kupton? Është tema shumë thella. Mirë, kalojmë tek një temë tjetër i dashur, se mund të dalim ndoshta edhe diku tjetër. Pikërisht liria pa fund, apo ti si mendon? Paul Hila, ti je personi sapo e ke deklaruar disa herë, po sapo e rideklarove që ti je tradicional kështu në përgjithësi. Pra, kjo do të thotë që nesër fëmijët e Tukut rriten, fëmijët e mi, fëmijët e vëllezërve të motra etj. Ti nuk do të kishe dëshirë që ti lije, ti jepi këtyre fëmijëve, këtij brezit ri, një liri pa fund. Pra, ti ke dëshirë që në një të ardhme fëmia të ketë një farë kurrëzimi. Pra, liria nuk do të jetë pa fund, po do të jetë e limituar. Tani si do e komentosh të liri pa fund? Apo liri me kushte, apo liri e cunguar pa? Çfarë kuptoj unë me liri? Na trego të lutem. Se unë kuptoj tjetër gjë kuptoj me liri, për shembull, edhe tjetër gjë Çka kupton ti, Paulo, të lutem? Unë me liri, për shembull, kuptoj kur ti ose për ta marrë nga ana tjetër, unë nuk çoj liri, kur ti je i lirë për me dalë se unë si prit, për shembull, unë kam përgjegjësi me disiplinu fëmijën tim. Bravo. Deri 18 vjeç. E kam përgjegjësi, kjo është arsyeja sepse se fëmijët kam zgjedhur mi bon, nuk kanë zgjedhur fëmijët e mi për mi që ditë mi jetë, kam zgjedhur. Absolutisht. Okej. Deri në momentin që unë kam zgjedhur për mi sjell fëmijët mi jetë, kam një përgjegjësi morale për to. Bravo. Se nëse vjen fëmia jem edhe më thot tani diçka se unë do të ndërtoj një pallat, ose nëse vjen fëmia jem edhe më thot që unë do të bëm Tarzani, Po unë nuk mund ta marr seriozisht shtëpinë, unë s'mund ta marr seriozisht shtëpinë dem, sepse është e vogël. Nëse unë i baj mend me ta, ajo kur të rritet, do thoje shiko ç'a bë pa lidhje pas së pas. Mos Pa përgjegjësi. Tani, derisa të rritet fëmia, unë do shkoj kundra se fëmia s'din më tepër se unë, apo din fëmia jot më tepër se ti. S'din. Se s'ka ata, nuk di fëmia vet. E tani çano. Për me disiplinu fëmijën, unë do shkoj kundra dëshirës, se fëmia do vjetë ndim, do shikoj diçka në TikTok, do shkoj në këtina, unë do ja tregoj. Por nuk do i tham ti rrim shtëpi, se unë do mirë ashtu fëmijët në budallica. Fëmijët e mi do kenë lirinë, do t'i marrë diçka që kanë efekt pozitiv në jetën e tyre. Këto kanë lirinë këto. Me gjana në efekt negativ në jetën e tyre, s'do kenë kur liri nga unë, s'do i le kurrë. Pa, mendon Paulo, pozitive, janë të lira edhe unë do i mbështes. patjetër, po, a mendon që në këtë mënyrë i dashur po ja cënon lirinë fëmijës tënd? Po është e përthash prapa. Qa ka për liri këtu? Qa liria është për me dalë natë klubeve apo qa është liri? Liria është me po fëmijën tembe dhe pi dohana mas me qa është liria? Me pi drogë, qa është liria? Mos o zot. Detyra jeme si bab cilat. Rëgëtet? S'ko këtë që me diskutu ma tepër, unë e shpjegova dhe jera, di? Okej, S'ko që me diskutu. kalojmë tek slajdi i radhës, i cili na pyet, na tregon për një kategorizim, tek njerëzit. Pra, ti si i kategorizon njerëzit?
ti si person? Është me njerëzit është horizontale, Okej. që njerëzit arrin një kategori kena na. Një kategori. Na nuk ka qysh, kategori qa kuptimi. Ty një kategori kena, qa kena, s'kena kategori. Nuk ka që dikush është ma e vlerë, ton një vlerë kena. Unë jam ma i keq si ju, si ton ju, ma i fundit juve. S'ka për kategori. Do të thënë, njeriu nuk duhet me krahasu veten asnjëherë kështu. Duhet me krahasu kështu, nga lart poshtë. Po. Me Zotin, se po që se unë tham kështu, i bie që unë jam më i mirë se ti, ose jam më i mirë se ti, unë di më tepër se ti, unë di më tepër se ti. Unë asnjëherë se krahasoj me veten tim kështu. Bravo. Unë gjithmonë tham se unë jam i fundit i juaj. Unë gjithmonë e krahasoj veten kështu nga lart poshtë. Me Zotin. Do të thënë nuk e krahasoj, edhe kur ta krahasoj vetëm me Zotin, do të thënë me kuptimin, atëherë kuptoj se jam asisen. Edhe çfarë ban tak për ul. Si nuk mund me e kuptoj. Më pëlqen përgjigjja, më pëlqen. Edhe bravo. Edhe rri për ulur. Bravo, faleminderit Paolo. Më pëlqen. Kalojmë tek momenti tjetër që është përzgjedhur për ta diskutuar së bashku tani. Bukuria jashtme apo shpirtërore, mendore, pra ose bukuria e brendshme? Po tani kur tham unë për shembull, kur ti ke një farë pamje, për shembull, unë s'po tham që ti të marrish një për gru, një femën që s'kombinohet fare me ty. E kupton? Se është impakti i parë që ta fron me një femër është bukuria, mbrapa është respekti, rregulli, si çfarë femre është, ajo është që të mon. Për me ta afron këtë një femër, ta afron bukuria mbrapa parë, afrohet afër saj. Mbrapa, nëse ajo femër është në rregull, edhe ka pas rregull, ka pas kujdes gjithë që kalu, është ajo zonat, se respekt që ka, ajo të mon mbrapa nga femër. Ti je sa dush e bukur, po që si s'ke respektin, edhe po që si s'ke zonat me vlerë, që janë ato neri, s'mon, një moshë s'mon. Dhe si e ndershme, s'tëmon. Ta afron bukuria, po për të mojt të mon respekti, neri, gjonat, këto rregullat që ke. Këto të mon. Faleminderit. Më pëlqen. Kalojmë tek diçka tjetër për zgjedhur. Libri. Sa lexon ti, edhe bëhet fjalë, do të kisha dëshirë Paul Hila të ndalemi pikërisht tek libri, për të vetmen arsye se fatkeqësisht kohëve të fundit, viteve të fundit, dekadave të fundit, librit në një mënyrë apo në një tjetër po i bie vlera. Dhe për fatkeqësitë brezit ri, sa fillon e minimizohet dëshira e brezit ri për të lexuar. Ti sa lexon, si do e komentoje pikërisht këtë temë në këto momente, si do e injektoje, nëse mund ta themi kështu, leximin tënd tek brezi i ri, tek ato që po na ndjekin? Për me lexu, jem rreth por, lexoj Biblën vetëm. Edhe dhe libra tjerë, Biblën. Bravo. Tani, për me lexoj Biblën, tani, për me marrë të gjana stoike, jam që jem fokusu nga filozofë që janë to Seneca, Marcus Aurelius, më thënë nga këto stoikët. Okej. Po për me gjithë stoik më të thellë akoma, shkoj prapë te Bibla, se Bibla është shkruar me fjalë stoike. Këta lexoja, nuk është se marr libra që hop kohë të lexoj libra kat. Lexoj, interesohem për Biblën më tepër. Okej. Edhe më jashtë Biblës, se du diçka për gjëra se ka bëjë, do të thënë një gjë stoike, që lexoj këto filozofët e lashtë janë këto. Është e rëndësishme që lexon, kjo ka rëndësi të veçantë. Po, këto lexoj, më thënë më tepër YouTube, nuk gjej muzikë, për shembull, YouTube nuk gjej muzikë, po ve kështu stoik që thonë, domethënë thoni stoike, gjëra stoike që janë për me ndërtu moshën, për me ndërtu karakterin, janë të gjëra se njerëzit nuk duan mi dëgju, sepse kur e dëgjon diçka shkojnë kundra jetës që bajnë. Edhe kur i dëgjon, ato kërkojnë shumë sakrificë për mi i bë. Edhe çfarë bajnë më mirë s'po i dëgjoj fare. Nuk i dëgjon fare, po, e kuptova. Po, edhe unë çfarë baj?
unë i gjoj, i bi drejt për drejt, du me ditë që ashtë. Ti i dëgjone, i studione, i detajone, i investigone. Let ndjegje, kështu ka fillu, let ndjegje të ta bajen, dhe këtë lloj karakterit kam edhe gjoj të vërtetën, du me gju, let ndjegje, let jetë kundra meje, të vërtetën, unë jetaj për të vërtetën. Bravo, Let jetë bravo, kundra Pavlo, meje. bravo. Më pëlqen e drejta jote, më pëlqen mënyra se si e menaxhon përgjigjen. Do ndalemi tani tek diçka tjetër. Bëhet fjalë pikërisht tek paraja. Sa e rëndësishme, a është paraja mbi çdo gjë, a është paraja Zoti, a i ka prishur njerëzit paraja, duhet ta themi, edhe si do e komentosh pikërisht paranë? Paraja është sikur në për tash. Paraja është për shembull, dhe ta marrni shembull kryesor, ju që ta baj pak më të rgjallë me temën. Okej. Hajde, na trego. Tani po marrim një 10 franksh. Okej. Ky 10 franksh tu nuk ka ndjesi. S'ka mendje. As nuk ka memori që më rrezu diçka, s'ka sa, thjesht i blerë 10 franka që thotë. Që tashi kjo para këtu, kur vjen në dorën teme, kjo ban sa unë menaja, sa unë thamë, sa kam në shpirt. Kitë para, ose e vendos një adhan dikuj, me një mu, që të hoj buk, ose e vendos me marrë më shku me blerë hashash me e vetë. Mos o zot. Paraja është si vegël. A këtën? Paraja është si vegël. Paraja ban, qako, ban gjonë që ti kem shpirt. A je shumë ti Pauli i dhënë mbas paras? Se ti e përmënde ku ka para, unë jam për para, pra kjo të regon që je disi dhe lekist nëse më të dhemi kështu. Jam mas paras, po në këtë lloj mënyre që ta thash. Okej. Sepse më pëlqen. Unë do kisha qenë shumë hipokrit, nëse thosha nuk jam mas paras. Jam mas paras, sepse paraja sot është e para është shëndeti, familja dhe treta është paraja. Pa diskutim. Vjen tre gjërat kryesore. Se nëpërmjet paras, për shembull, i jep kënaqësi familjes. Se nëpërmjet paras, kam lekun, për shembull, marr nusën teme, në fund e mi tham, marrë shkojmë punë takana, ikim, paguajmë 2000 euro, tani nuk është paraja që apo servisi që më jep paraja dhe kënaqësinë e gjenë punë takana, të pi koktejl atje në Bregdet. Nuk është thjesht paraja që më jep kënaqësinë. Por prezenca saj krijon mundësinë që ti të krijosh këto gjëra patjetër. Është vegël paraja, paraja është vegël. Vegël është kaq. Mirë. Mirë i dashur. Ndalemi tek diçka tjetër interesante. Ndalemi pikërisht këtu. Jeta e natës që ti e përmend shpesh. Ti ke një, më fal, të lutem mos më keq kupto, ke një problem shumë të madh me ato djelmoqa, me ato 33-ja, jo vetëm djelmoqa, pra edhe me gocat, edhe me vajzat, edhe me gjinin femërore, me gjitha ato 33-ja që e adhurojnë marrëzisht janë të çmendur pas jetës e natës, e cila, sipas Paul Hila, ka disa gjëra, ka disa pasoja e tjerë. Tani, fjala për ty i dashur. Natën jeton në kati. Natën jeton në kati. Kur del natën, një t'i shkuafër të ndimit. Ti si karakter i fortë, dhe më shanë ki karakter fort, okej. Ja, për të thamon. Thu e ti, ama. Unë vazhdoj del natën. Unë kam karakterin shumë fort. Unë kam shumë karakterin fort. Do shkoj herën e por natën, do vi e femna ofër, nga që jam me thamë Amerika, ti largohë pak lutem se mi mërtu. Kja të regon që ti do të mundohesh. Po, do shkoj prap, ditë tjetër prap të thëmë, do ikis jam i martu. Po, del një tjetër, ditën tjetër, del një tjetër, ditën natën tjetër. Po, del tjetër, po unë jam i njojti, si të unë jadarë dhe, unë mund të shojnë njësit. Dhe kjo të regon që ti trahton? Do trahtoje? Normal. Normal. Po si këti normal gjithë trahtojnë. Kjo të regon që ti s'ke besim tek vetja që thua nuk dalë në jetën e natës? Kam besim i modër, unë kam besim i modër, për kur vijet 2-3 herë. Kaj mo vla, më thua, i ma shtatë keqen. Nëse unë kam dalë natën, i visëm nuk kemi kompletu më shpi.
Kja të regon që ai që del natën, pra gjitha të persona që frekuentojnë jetën e natës, të regon që kanë një lloj boshllëku në familje, apo jo? Ka një lloj boshllëku, sa nuk I duket as interesante mua argëtu se çuj lumturi jetën e natës. Unë çuj lumturi vet, kur shkoj me fëmijët e mi, rrim në shtëpi me grundeme. Edhe hap një shishe vene. Tani nëse kam këtë boshllëkun, edhe dal natën, I bie që kam një boshllëk më me. Edhe boshllëkun do shkoj ta mbush. Do dëroj një herë për hadrit. 2 herë, 3 herë, pastaj mos o zot. Mirë, kalojmë tek slajdi tjetër. Shpejt se kemi aqe shumë për ceku, aqe shumë gjëve. Tani sa shumë ka, sa shumë. Shumë kemi. I dashur. Shumë sa. Edhe pak, të keqen. Të lutem, kohaj chips. Sepse ti përmend aqe shumë që dikush, nga të gjitha të ndjekësit e tu, me qindra mia, ka dal dikush dhe të kanë emërtuar, të kanë koha I qepës, pra ti përket asaj kohe. Tani na trego pak. Hajde të lutem. Onë përbesi për kas kohës qepës, shumë kanë bërë njerëz. Shumë pra, Sa I prapa metra, thot ky djalë I ri kohën e qepës. Tash si do e komentojmë të kohën e qepës? Më mirë me qenë kohë të qepës, e me qenë njëri më kom tokë, se qa me qenë në kohë të salamit, me qenë njëri më kom hava. Kohë të salamit. Të dur me qenë kohë të salamit, unë përrin kohë të qepës edhe përrin njëri... Po mirë, po pse nuk thej për shemë koha e patates, e djathit, e domates? Me tani, me bo pak shumë me qesh, si sistemi. Mirë të marrë shatë keqen, kalojmë tek momentit tjetër. Se dhe pak me falni dashur miq. Se s'ban gjithmonë serios. Jo, nuk ban ju, jo se na bën keq të jemi aqe serios. Kalojmë tek slajdi I përzgjedhur. Si natyrë unë jam shumë njëri që duhet të më morë gallata. Po ti nuk je I kohës qepës, këtu doja Ilja unë. Po nuk jam I kohës salami, jam I kohës qepës. Kalojmë shpejt tek momenti tjetër, kemi një slajd tjetër I dashur, I cili na vjen në këto momente, koha qepës na bëri. Cila është shoqëria ideale? Pra, I dashur Paul Hila, ti e përshkruan një shoqëri të mirë ideale. Si, cila është ajo? Shoqëria ideale është unë jam I martu. Shoqëria ideale është edhe ai person që është I martu. Vjet në shtëpia, që ai person e shijon nenjen me mu, jo vetëm kur dalim natën. E shijon në shtëpi duke marrë bukë djathtë. Që fokusi është te muhabeti, te ndjesia që japin njëri tjetrit, te energjia që japin njëri tjetrit. Jo na të dy, domethënë, shoqëri ideale, këto që çiftet që dalin natën bashkë, ta bëjnë ndaj klubi atje dhe kthejnë me dur të mal. Dur të lartë. Vërtet. Shoqëria ideale është për mu një familjar, për shembull thash vetë ndem, se nuk jam beqar, unë jam I martuar. Okej. Kur familjare që vinë që vlerësojnë gjatë moralit. O Paul, kush është shok I mirë për ty? Kush është shoqe mi? Ke shoqe ti? I sjell shoqet te shtëpia? Unë? Ti. S'ke shoqe. Po çfarë pas çash që punë, ku be ekziston kjo lloj mohabeti? Okej, ke shok ti? Ke shok të mirë? As shok s'kam, as shoqe nuk kam. Kush është një shok I mirë për ty? I dashur, kush është një shok I mirë për ty? Pra, ai që të korrigjon, ai që të rraj shpatullat, je mirë, cilin ti e përkufizon si shok I mirë, si shok ideal? Shok I mirë është ai që gjithçka që ajo unë jam të bë, edhe e thot opinionin e tij troç të unë, ftyrë. Bravo. Pa I ra shumë gabime kësaj. Shoku I mirë gjithmonë ta thotë gjën troç ftyrë. Shikoj të bëj këtë, mendoj se këtë të bëj gabim. Shoku I mirë, nëse dikush të rreth korrizin këto ta banë s'ka problem, të janë plysha, të janë me të futur. Faktikisht, unë nuk është se kam shumë shok, nuk kam gati Po që I ke përzgjedhur. Po, kam njerëz familjar që nuk takohem për shembull 2-3 muaj me ta, ama kur takohem na Knaqeni. na vend qingjim tavolinë,
ha me pim, domethënë është sikur s'ka mungu kur prezenca e tij. Bravo. E kupton? Domethënë është nuk është shoqëri, kam shoqëri të ringjallë, kam shoqëri që edhe pse s'flas me ta, vetëm për shembull kur i tham që po vite ti ta vjen edhe të pret sikur kam nejt ta ndite me ta, kam nejt gjithë 3 muaj kam qenë vetëm me ta, do të pret më rregull. Dhe Pra e vazhdoni bisedën momentet nga ai moment që i keni lënë herë në fundit. po, Shumë bukur, më pëlqen shumë. Mirë, kalojmë tek diçka tjetër, shëndeti mendor. Paulo, duhet të ndalemi këtu se është shumë e rëndësishme. Pra, çdo gjë është e rëndësishme, pa diskutim çka kemi diskutuar dhe çka do të kemi përcekur edhe më pas, por shëndeti mendor është ndër ato problematikat më të mëdha aktualisht në mbar rruzullin toksor. Pse thua ti? Pse ka ndodhur? Ne kemi gjithçka. Dikur nuk kemi patur bukë në tavolinë, tani kemi shumë çka, ama shëndetin mendor e kemi pothuajse shumë të dëmtuar. Nuk po dua ta them komplet të dëmtuar, por goxha shumë të dëmtuar. Pse? Qa dëmton shëndetin mendor? Qa dëmton? Kjo është. Qa mendon ti? Qa dëmton? Po tani kur i ke, shiko pa, kur ti arrin gjanat, kur ti shiko pa, çdo lloj arritje mie duhet më arrit me sakrificë. Edhe parajsa kërkon vdekjen. Po. Çka mendon ti i dashur Paulo që më së shumti kohëve të fundit dëmtohet shëndeti mendor? Shëndeti mendor dëmtohet nga tani po i derë se po mundohem të kthej pak një përgjigje më konkrete kësaj, se mos jem pak në si përfaqësore, po mundohem të jem më thellë. Më pëlqen? Shëndeti mendor dëmtohet kur ti nuk merr prioritetet kryesore, po nuk vën prioritetet kryesore qëllimet. Çfarë do të thashë ti? Kur ti rrin për shembull se merr seriozisht jetën. Okej. Ti e merr kitë kohë që e ke ti për shembull, e merr e konsumon me dopamina. Edhe vjen e formohesh, fillon e rritesh, e vjen e formohesh bash një moshkull, që ti mrapa nuk je vullnet me marrë jetën ma për i fillimit e me ndërtu, se është ma kollaj të kritikosh një fëmijë të vogël se sa të riparosh një moshkull të rritën. Tani kur ti rritesh në një fazë kje dhe ky problem mendora, se ti kur rritesh edhe s'ki punu asnjëherë. Edhe vetëm gjë që ban rrim TikTok t'ja bëu kështu. Të po të dal video, traja, të marrë dopamina. Në çdo video që del, mezi prej të dal një video që qeshësh pa. Edhe ja bëu kështu kat. E kupton? Edhe këta shiko, kur se merr jetën tonë seriozisht, kur si vën prioritet jetës, kur nuk shkon kundër ndjesive tuaja, ka ta disë probleme mendore. Po që se rrin gjithmonë duke ndjekur ndjesi, shëndetin mendor, unë nuk jam doktor për me thënë këtë pjesë, as nuk se kam studium këtë sen, po jam të thënë si mënyrë sikur e merrej vetën, e kupton. Unë thjesht për marrën këtë mentalitet që jam tash këtu, kam kujdes ç'a ha. Okej. Si çaj fuzgojës. Okej, dhe ti mendon që edhe ushqimi ndikon në mirëqenien e shëndetit mendor? Po si ushqimi është edhe numër 1. Okej. Se ja hub disiplinën, ja hub motivimin njeriu. Okej. Qa smur njeriu? Qa fut ngoj? Si do smur njeriu ndryshe? Mirë, Qa do më smur pëlqen. njeriu ndryshe? Më pëlqen, edhe kjo mënyra Qa e fut ngoj këndvështrimit yt më pëlqen. E kupton. Edhe fillojnë dobësira, fillojnë këto dhe probleme shëndetje mendore, faktikisht O kuku thot jam e depresionuar thot. Jam depres. Depresiente. Pra ka kaluar diçka, pra nga e shkuara tek e tashmja për të arritur tek e ardhmja. Pra, ka qenë i smur, ka qenë mirë, nuk është më, është depres, por e shkuara mbetet e shkuar, duhet të fokusohemi tek e tashmja, sepse e ardhmja s'ka mbritur akoma. Tani, si do e komentojmë këtë? Ke diçka për të shtuar? Gjithçka e kaluara është histori. Okej. E ardhmja është mister. Okej. E tashmja? E tashmja
e tashmë jashtë dhuratë. Faleminderit. Kalojmë tek slajdi i radhës. Je shumë i mirë. Slajdi i radhës është Zoti, besimi apo çfarë? Ti beson Zot? Ti je besimtar? Cili ishte mesazhi që do përcjellje për gjithë ato persona që nuk janë askund, ndoshta janë edhe ateist, po ose po vuajnë të kapen diku? Unë jam rrit si katolik, Okej. si katolik, por tani e kam pa të kuptu ma tepër, të mundu me kuptu ma tepër se si funksionon Zoti. Zoti herë nuk ka religjon. Okej. Religioni e mokër për njerëzve. Se Religioni mendon është që për njeriu. religionet po prishin njerëzimin? Pse mendon një gjë të tillë? Sepse religionet përfusin krenari njerëzit. Po thojnë, çdo religion po dërgë thotë që religioni jam është më i mirë se joti. Jo jemi është më i mirë se joti. Edhe ku ka krenari s'ka Zot. Absolutisht. E kupton. Tani këtu çfarë me thanë? Edhe aty dallohet, kështu që unë jam largu nga religionet. Okej. E kam direkt mesazhin, do të thënë e kam direkt me Jezusin, me Jezu Krishtin. Okej. Pra ke lidhje direkte me Zotin. Halal qoftë, kalojmë tek diçka tjetër që i kemi për tani, të përzgjedhur. Fatkeqësisht i dashur Paul Hila, duhet të ndalemi tek një moment delikat, vetëm pak ditë më parë është ndarë nga jeta në moshën 40 vjeçare, një prej artistave më të qeshur, më dashur, më shpirtmirë të skenës shqiptare, por jo vetëm, Shpat Kasapi. Edhe unë në këto momente duhet ti përcjell ngushëllimet e mia më të sinqerta, familjes së tij, Zot jepi forcë që ta përballojnë këtë humbje të madhe. E kam parë që e ke komentuar në rrjetet e tua sociale dhe kisha shumë dëshirë, Paolo, që të ndaleshim vetëm pak qaste tek kjo humbje e kokës. Ngushëllime familjes. Më vjen keq shumë për Shpat Kasapin, më vërtet ka qenë njëri që gjithmonë buzëqeshte, shumë i lezetshëm. Shumë i lezetshëm. Njëri i gallat, buzëqeshte, këngët e tij besane. Unë, për shembull, si besoj në Zotin që besoj unë, nuk është se e shoh si diçka tragjike këtë pjesë, se na jena nga trupi, na kena trup, kena shpirt, kena frymë, kena shpirt, jena nga tre sene. Trupi, kur Zoti për shembull e ka marrë njeriu, e ka bën nga lloçi dhe i ka dhënë frymën edhe shpirtin e vet. Edhe është ngjolli nga lloçi. Tani, kur vdes trupi, fryma dhe shpirti shkojnë direkt te Zoti. Ndryshon adresë, tak, edhe shkon te Zoti direkt. Po është dhimbshme për anëtarët e familjes, për nënën, për babain, për bashkëshorten, për fëmijin. Është dhimbshme, është dhimbshme, pa diskutim, nuk po them se është dhimbshme, se drejt mësojnë. Se jemi njerëz, pa i mishit e gjahut jemi të shkretit. Pa diskutim se është dhimbshme, edhe për mua është dhimbshme, e për ta është dhimbshme, po faktikisht do të me menu thellë se diçka kur shkojmë tani. Pra, do themi kështu i dashur Paolo që nga Zoti, pra të Zotit jemi dhe tek ai do të kthehemi, do të shkojmë apo jo. Pra në një mënyrë të ngushëllohemi. Bravo, njeriu jeton sikur nuk do vdesë kurrë, edhe vdes sikur s'ka jetruar kurrë. Bravo. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. E mbyllim të gjitha ngushëllimin familjes, me vërtet me keq. Pa diskutim. Po unë e shoh këtë pikpamje. Mua më pëlqen mënyra se si ti e komentove, një forcë e madhe, sepse këto nuk është lehtë ti thuash këto gjëra, është me të vërtetë forcë e madhe dhe atë çka ne përcjellim patjetër që mbartin forcë në vetvete. Faleminderit shumë Paolo Hila, kemi përzgjedhur pak fotografi për t'i komentuar së bashku. Janë disa fotografi shumë domethënëse. Ti ke shumë fotografi, po vetëm pak prej tyre kemi përzgjedhur. Në shumë fotot e tua që ti shpërndan në rrjetet e tua sociale, janë emblema flamuri shqiptar, flamuri i Kosovës, por në këto momente kemi emblemen e UÇK-s. Çfarë lidhje ke direkt? Pra, se je patriote di, bravo halal qoftë, kështu do t'jesh gjithmonë besoj, por lidhja jote me UÇK-n cila është? Po, unë kam qenë, shikoj motër, që lidhje s'ka mu me që kena, sigur kanë gjithë njerëzit mosha jeme. Qa lidhje kam, s'kam qenë luftën, e rrugë. Sigur kanë gjithë njerëzit
sigur më janë mosha eme, gjithë djemtë që janë mosha eme, të njëjtën lidhje që kanë. E kuptoj. Tani unë mundohem, arsye se pse I vesh këto, Okej. se unë mundohem me tregu si është me qenë patriot. Si me çështje mentale, si me trop fizik, si I respektueshëm, e me dhanë një mesazh të patriotit, me dhanë një mesazh tregull. Nuk është patriot edhe me flamurin. E kupton. Edhe I pëlqen dhe njerëzve kjo adrenalina që jep edhe kjo adrenalina që jep njerëzve. I pëlqen kjo punë edhe kjo do tresh vëmendjen, edhe kjo e ka bërë diçka për me tresh vëmendjen nga vetja eme. Edhe për me dhanë mesazhin tim njerëzve që duhet, edhe kombinohet, më pëlqen, kam desh më fut, domethënë me forcat speciale me Reneen, me këto kam bërë kërkesën më fut kur kam qenë, domethënë në Shqipni, kam pas dëshirë më fut. Po për fat keq ika për çështje ekonomike ika nga Shqipëria ne. A mund ta vazhdosh në Zvicër një ndër të tillë që të bëhet realitet? Ja, nuk do kisha vazhduar nëse do të shteti përveç Shqipërisë. Masë në Shqipëri, masë kur të kthehem, nëse kthehem në Shqipëri, nëse ndryshojnë planet e jetës, Se jo. do mundohem futem me Reneen direkt. Okej. Paolo Hila, unë të falenderoj shumë pafund, një kënaqësi e veçantë, e mbyllim emisionin me këtë foto të bukur, pikërisht për festën e flamurit, për ditën e pavarësisë dhe të flamurit. Unë të falenderoj shumë për mesazhet që ke përcjell, për sinqeritetin tënd, për atë ndjesinë e drejtë për drejtë që ti transmeton gjithmonë. Je shumë I mirë pikë mbaro, ke një mesazh në përmbyllje të emisionit, ke një mesazh, një urim, çka? Po, kam një mesazh për djemët. Okej. Djemët duhet të fokusohen, të ndërtojnë trup, të bëjnë pore, të hanë mirë, edhe të vënë prioritet kryesor janë qëllimet mirë, të marrin qëllime. Ta lënë dopaminin, fokusohen në logjik, të ecin me logjik, jo me ndjesi. Meshkujt. Që duke u forcu meshkujt, duke u bë meshkulli stratege, duke u bë I fort meshkull ashtu I zhdukim këtë probleme shoqërisë që kena. Faleminderit shumë pafund. Respekt e mirënjohje, dhe mirë takofshim, nuk e dihet, në Londër, në Zvicër, në Shqipëri, nuk e di, një ditë. Faleminderit shumë, gjithëmia të kalush bukur, gëzuar. Gëzuar gjithëmia. Dashur teleshikues, kemi përfunduar këtë intervistë ndryshe nga ato intervista tradicionale tona. Paolo Hila ka preferuar që të jap disi mesazhe shumë më shumë se të ftuarit e tjerë, veço sa më pak nga familja e vet, sa më shumë përcjellje të mesazheve, aq më mirë për kënaqësinë e gjithë teleshikuesve. Unë e mbyll këtë transmetim në këtë shtunë të fundit të muajit nëntor, pra me datën 29 tashmë, u mbyll gati edhe nëntori, me urimin tradicional, gëzuar 28 dhe 29 nëntorin, ne do të jemi sërish së bashku në të shtunën e parë të dhjetorit. Deri atëherë, mirë takofshim.